Temperaturat e larta të kësaj të dielës kanë bërë që qindra pushues të drejtojnë plazhit të Divjakës për të kaluar fundjavën pranë ndetit. Vija bregdetare është e mbushur me pushues, mes tyre dhe me fëmijë, të cilët shijojnë ndetin në një nga destinacionet më të frekuentuara të sezonit veror. Por krahas fluksit të lartë të pushuesve, mbetet shqetësuese siguria në plazh. Vija bregdetare e Divjakës shtrihet në rreth 5 kilometra dhe përgjatë saj ushtrojnë aktivitet rreth 13 biznese që menaxhojnë hapësirat e plazhit. Gjatë vëzhgimit në terren nuk konstatuat se në pjesën më të madhe të kësaj vije bregdetare mungonin kullat e vrojtimit, vrojtuesit e plazhit dhe mjetet e shpëtimit. Në një kohë ku çdo ditë raportohen raste të mbytjeve në plazhe të ndryshme, mungesa e këtyre elementeve të sigurisë mbetet një problem serioz. Nga verifikimi i kryer në terren, vetëm një kull vrojtimi rezultonte funksionale, ku ishte i pranishëm një vrojtues i pajisur me certifikat për roje sigurie në plazh, si edhe me mjetet e nevojshme të shpëtimit. Ndërkohë në pjesën tjetër të vijës bregdetare nuk u konstatuan masa të dukshme sigurie për pushuesit. Të vetmit të pranishëm për garantimin e rendit dhe sigurisë ishin efektivët e stacionit të policisë Divjak, të cilët patrullonin përgjatë vijës bregdetare. Megjithatë, prania e policisë nuk zvendëson detyrimin ligjor për vendosjen e vrojtuesve të plazhit dhe pajisjeve të shpëtimit nga subjektet që administrojnë hapësirat e plazhit. Pushuesit kërkojnë jo vetëm shërbime dhe komoditet, por mbi të gjitha sigurinë. Prania e vrojtuesve të certifikuar, kullave të vrojtimit dhe mjeteve të shpëtimit është një element i domosdoshëm për të parandaluar ngjarje të rënda dhe për të garantuar një sezon turistik të sigurt për të gjithë.